Në Opoj, përgatitjet për iftar nisin që herët gjatë ditës. Në përfurra përgatitjet një nga shoqëruesit më të zakonshëm të sofrës, pitalkat. Në këtë zonë ato janë disa llojesh, por se çfarë dallojnë dhe si përgatiten na tregon zanatliu hap pas hapi, nga zënja e brumit, formësimi deri te pjekja në furr. Ty e do një procedurë tash mu gatue, me ardh pak, për një gjysore me ardh, mëndaj me punuar që këtë mënyrë kështu. Furra do t'jetë nxehat për këtë lloj pitajkës. Sa ma nxehat jetë furra, është ma kvalitet del kjo pitajka. Qëtu janë dy lloj pitajka i bojnë, që këj një lloj e qesë me tepsinjë, ju thorna na pitajka të kuqe. Zakonisht i marrin këta në për restoran në kajon, ka bojnë iftare, dhe janë ma të qëndrueshme për syfy, jesin ma të buta, edhe ato tjera të bëjmë ato pitajkat e prezhenit ato. Pjesë e kësaj pune është edhe Haris Regjepi, i cili prej vitesh merret me përgatitjen e pitalkave për banorët e zonës. E veçanta e tij është se, përveç punës në furr, ai shërben edhe si imam. Unë jam Haris Regjepi, jam djali i pronarit kësaj furrës. Përndryshe, unë jam në punën time, në profesionin tim jam hoxh, imam në fshatin Zgatar, në të cilën unë kryej punën e imamit, hatipit, muallimit, dhe jam imam i rregullt që një vit e gjysmë gati jam imam i rregullt në atë fshat. Kështu që gjatë kësaj kohë unë shkoj i fali namazet, pra prinë namazet ditore të rregullta dhe kthehem këtu në furr edhe punoj edhe si burtar, edhe si imam në të njëjtën kohë. Ai kryen ritualin e faljes, e pas përfundimit të namazit ai kthehet sërish në furr për të vazhduar punën dhe për të shpërndar pitalkat për njerëzit. Në këtë mënyrë ai është pranë komunitetit si në shërbimin fetar ashtu edhe në atë të përditshëm. Janë profesione që kërkojnë kanë të bëjnë me minuta. Namazi i kindis ka minutat e vet dhe duhet të jesh i sakt. Po ashtu edhe profesioni i furrës dhe i iftarit sidomos ka vështirësitë e veta sepse edhe kjo i kërkon të produkti të jetë i gatshëm në minutat e caktuar. Produkti duhet të jetë edhe i gatshëm para iftarit dhe ne duhet të kemi shërbyer të gjithë mushterit para iftarit. Pas iftarit pastaj nuk vlen me ajo. Në këtë zonë Ramazani shoqërohet edhe me traditën e veçantë. Kohë para iftarit, në rrugët e fshatit shpërndahet qeshkeku, një ëmbëlsirë tradicionale që përgatitet zakonisht për raste festash. Për ta marrë këtë ëmbëlsirë, shumë banorë ndalen përgjatë rrugës, disa madje ndalojnë edhe makinat, duke pritur me radhë për të marrë nga kjo ëmbëlsirë që shpërndahet për të gjithë. Receta e plotë e saj është ruajtur me fanatizëm në familje ndër vite, ndërsa për mënyrën e përgatitjes na tregon mjeshtri që merret me këtë ëmbëlsirë. Qitet uji, në uji qitet gruni. Gruni zihet, dhe këtë filloj mu zije grunit i qesim qumsht, edhe do me përzije. Deri kur të zihet, kjo është e ka, nuk mundesh me të kallëzue me recept, pa duhet me pa me sy. Kjo është tradit familjare që kemi mësue na. Nuk ka për shembull që ka orë, që ka minuta, që ka litre, nuk ka gjo fikse. Kjo më varet që shok gruni, varet sa ka dalë zihet, varet ku zihet e preferuat në prush mu zihet. Sa ma shumë të zihet, qash ma shumë e do të qumshtin. Sa ma shumë qumsht, qash ma e mirë. Në bat, në fund kret, i qitat sheqeri si mbas shijes edhe. Shpërndarja e saj konsiderohet edhe një vepër e mirë, një formë sadakaje që shpreh solidaritetin dhe kujdesin për të tjerët gjatë muajit të Ramazanit. Teksa minutat kalojnë, radha i vjen edhe një zakoni tjetër të kësaj treve, marrje së ujit në krojnë pranë xhamisë së fshatit Bellobrad. Ky burim që besohet të jetë qindra vjeçar, i njohur për ujin e pastër e cilësor, është një pikë ku banorët ndalen për të mbushur ujë,
Për ta, uji i këtij kroji ka një vlerë të veçantë pasi është pjesë e një tradite të hershme që vazhdon të ruhet edhe sot. Mes punës, besimit e solidaritetit, Ramazani këtu vazhdon të ruaj vlerat e zakonet që kalojnë ndër gjeneratash. Liri, me ju në çdo iftar.